Më lani që në fillim të faleminderoj Ministrin e Shëndetësisë, Drejtorin e Fondit dhe ekipën e Bankës Botërore dhe Bankës Evropiane për investime që janë sot në Tetov. Kjo edhe njëherë dëshmon se projektet e rëndësishme kapitale të kësaj qeverie nuk varen se kush është ministër, kush vjen dhe kush shkon. Përkundrazi, tani më me Ministrin e ri, bashkë me ekipën e Bankës Botërore, kemi dalë në terren dhe nga sot edhe formalisht nis procedura e realizimit të një projekti, do kisha thënë, më të rëndësishmit për këtë pjesë të Maqedonisë, për Tetovën, Pollogun dhe për pjesën perëndimore të Maqedonisë. Prandaj edhe një herë ne besojmë fuqishëm dhe do të punojmë që ky projekt sa më shpejt të jetë në shërbim të qytetarëve të kësaj ane të Maqedonisë. Za mene je mnogo važno i srećen sam što tuka sa nas ministar za zdravstvo, direktorat na fondot i ekipata od Svetska banka i Evropskата investiciona banka. Ova uštedność pokazuje дека ваквите сериозни големи проекти не зависат од персоналниот избор на министри, туку тоа се приоритети на ова влада и со новиот министер веќе излеговме на терен со екипите од соодветните институции и од денеска може да објавиме дека и формално започнуваат подготовките и работите во делот на реализација на овој капитален проект кој може да јас лично го квалификувам како најважните проекти во овој дел на државата и за целата држава. Kryetar, premtuar që mund të ndërtoni një parking këtu te spitali që zgjerohet pjesa e parkimeve ku do jetë. Sigurisht që e biseduam bashkë edhe me ministrin edhe me ekipën e Bankës Botërore dhe Bankës Evropiane të investimeve se krahas investimeve që do të bëhen për rritjen e kapaciteteve të Spitalit Klinik të Tetovës të investohet edhe në një parking apo në një objekt në parking në kate. Sigurisht që në kuadër të projekteve që ka Komuna e Tetovës për zgjerimin e kapaciteteve të parkingut do të nisë përgatitja edhe për projektin e një garazhi në kate në kuadër të Spitalit Klinik në Tetovë.